Mirëmbrëma, jemi me emisionin Zoom. Sonte hapim një debat që prek thelbin e barazisë dhe funksionimit të shtetit, gjuhën shqipe dhe përfaqësimin real të shqiptarëve në institucione. Protestat e studentëve rikthyen në qendër të vëmendjes një çështje që prej vitesh konsiderohet e mbyllur në letër, por që në praktik vazhdon të ngjall pakënaqësi. A është gjuha shqipe realisht zyrtare apo vetëm një drejtë formale që nuk zbatohet plotësisht? Dhe pse duhej që të rinjtë të dalin në rrugë për të kërkuar një të drejtë që sipas një pjese konsiderohet e garantuar me ligj? Nga ana tjetër, qeveria sjell ligje të reja dhe premton përfaqësim më të drejtë, por a mjaftojnë këto masa për të ndryshuar realitetin? Dhe ku qëndron përgjegjësia, te pushteti aktual apo te dështimet e grumbulluara ndër vite? Sonte debatojmë me Albi Qamili, nënkryetari i Tetovës dhe përfaqësuesi koalicionit Vlen. Zoti Qamili, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirë se ju gjeta, kënaqësi kem në emisionin tuaj. Kënaqësia është gjithmonë edhe e jona, si dhe Ridvan Ibrahimi, përfaqësuesi Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Ibrahimi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve për prezencën, shpresoj që të kemi një debat konstruktiv dhe me peshë për opinionin. Zoti Qamili, pyetja e parë e kam është, a është sot realisht gjuha shqipe zyrtare? Për shkak se e dim që me protestat e djeshme të studentëve, opinioni kishte në opinionu u paraqit edhe kjo dilemë. A është shqipja zyrtare apo jo? Po, tash 2 vite jemi në qeverisje, çdo ditë po përballemi me zgjidhje gjysmake që na i kanë lënë trashëgimi udhëheqësia, pushteti, 22 vjeçari i Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Edhe ligji gjuha shqipe përdorimi i gjuhës shqipe është i rregulluar me ligjin për përdorimin e gjuhëve, ku përveç gjuhës maqedonase, gjuhë zyrtare është edhe gjuhët të cilët e flasin mbi 20% të qytetarëve. Derisa neve gjuha shqipe na varet me numrin e një bashkësie etnike dhe nuk është e theksuar në mënyrë decisive gjuha shqipe, ne kemi mangësinë këtë ligj dhe rrjedhimisht mund të themi se gjuha shqipe nuk është plotësisht zyrtare. Ligji është i qartë, thotë gjuhë zyrtare është gjuha tjetër që e flasin 20% e popullatës. Ne dim që në 20% në Maqedoni të Veriut përveç popullatës shqiptare. Nëse do ish ligji i qartë, pse u duheshte të vendosim klauzolë demografike prej 20% dhe nuk është qartësuar në ligj se gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Kjo është një fakt se edhe kjo ka qenë një zgjidhje gjysmake dhe sot po përballemi me pasojat, ashtu siç e përmendët edhe për provimin e jurisprudencës dhe shumë çështje të tjera. Sot po përballemi me pasojat edhe të vetë këtij ligjit, përveç miratimit ligjit në pushtetin e BDI-s ka patur edhe mangësi tjera, ju e dini fort mirë se në nenin 23 të ligjit për përdorimin e gjuhëve shkruhet qartë se brenda afatit prej një viti të gjithë aktet nënligjore, po të gjithë dispozitat e ligjeve tjera duhet të përshtaten me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe dispozitat e ligjit për përdorimin e gjuhëve, edhe ajo nuk u bë dhe sot po përballemi me pasojat siç është rasti edhe i provimit jurisprudencës në gjuhën shqipe. Zoti Ibrahimi, cili është flasëm nga këndvështrimi juaj, konsideroni gjuhën shqipe çështje të mbyllur që duhej të ishte në fakt e mbyllur? A është zyrtare? Para se realisht ta komentoj unë se këtë të arritur të shqiptarëve ndër vite, më saktë edhe këtë ligj, një farë forme vuajtjet e shqiptarëve në vazhdimsi po përsëritën. Më kujtohet viti 2001 kur unë isha student në Universitetin e Tetovës dhe po dyshim që ishte një periudhë pas lufte dhe sigurisht ishin edhe zhvillimet të asaj kohe jo stabile. Derisa edhe udhëtimet tona prej Shkupit deri në Tetovë ishin me ato postbllokjet policore. Në pastaj me legalizimin e Universitetit të Tetovës, se padyshim që atë përmes protestave u organizu edhe legalizimit të Tetovës në vitin 2003 ishin protestat, ishte studentët që ngritën zërin dhe arritën atë realisht edhe zyrtarizimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Unë po e përmendi këtë se një farë forme
dikush po bëhet shkaktar që një e arritur e shqiptarëve të devijon. Kush po bëhet shkaktar? Po në këtë rast, mendoj që në periudha të ndryshme kohore, 20 vite pas lufte, ose edhe më tepër, ne gjithçka që po arrim, po bëhet arsye dikush që të dëmton ato procese, ato të arritura. Unë kujtoj edhe për opinionin, po në këtë rast edhe për oponentët politikë, se vërtet gjithçka që shënohet në gazetë zyrtare është ligj. Edhe ligji, me qenë se që është aktual, dhe ai ligj me qenë se është firmosur edhe në parlament, është votuar, dhe gjithsesi si mund ta debatojmë ende është gjysmak ose s'është gjysmak. Përmenden shqiptarët ose s'përmenden shqiptarët. Më thonë, ai ligj duhet me do e mos të implementohet në tërësi. Me qenë se është edhe njëherë potencioj se është e shpollur në gazetë zyrtare, dhe gjithsesi kërkohet nga kjo qeveri aktuale që studentët mos të mbesin në rrugë. Se kujtoj një të drejtë që gjithmonë studentët kur kanë qenë në rrugë, është një alarm që diçka nuk shkon. Po pse atëherë studentët dolën në rrugë nëse ligji po ligji duhet të implementohet, ligji është decid. Kush ka faj këtu sipas jush? Zbatimi i kësaj qeverie? Sigurisht që zbatimi i ligjit nga qeveria apo? Sigurisht që zbatimi. Duhet zbatohet në përpikshmëria e ligj. Është ligji shumë i qartë. Duhet ekspertë të trajtojnë atë çështje dhe që mundsohet një gjë e tillë studentëve shqiptar. Pse të malltretohen sot e kësaj dite me çështje që ka realisht neve na humbin edhe kohë për të marrë unë bile, ndoshta edhe do të duhet sigurisht edhe gjatë këtij debati, sikur ne të kishim biseduar për çështjet e avancimit të jetës qytetarëve, përmirësimit të kushteve qytetarëve, jo edhe për ligjin pse nuk zbatohet. Mendoj që është e dëmshme ky proces që apo ndodh në vendin tonë. Zoti Qamili, mungon zbatimi i ligjit nga ana e qeverisë? Nuk parin kjo qeveri të zbaton ligjet të cilat janë miratuar vite më parë? Tash të fundit, nëse keni fjalën për provimin e jurisprudencës, të fundit të cilët duhet flasim për ligjin për përdorimin e gjuhëve në tërësi. Po tash kjo lidhet edhe me provimin e jurisprudencës të cilën e lidhi zoti Ibrahimi. Unë mendoj se të fundit që duhet flasim për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve janë eksponentët e Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse ata në vetë qeverinë e udhëhequr prej tyre, ose thënë më mirë, kanë qenë pjesëmarrës në qeveri kur është sjellur ligji për përdorimin e gjuhëve dhe nuk kanë arritur të harmonizojnë ligje tjera me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në rastin konkret, unë po ja bëj një pyetje kolegut se pse nuk kanë arritur ligjin për provimin e jurisprudencës ta harmonizojnë me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pyetja e dytë, edhe në qoftë se ligji për provimin e jurisprudencës nuk është harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve, pse 6 ministrat e drejtësisë së BDI-s dhe vartëve të saj, po edhe sa zëvendësministra nuk arritën me një akt normativ ta bëjnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Unë mund të garantoj se vlen po punon intensivisht që kjo çështje të zgjidhet dhe do të zgjidhet pa patur as ministrin e drejtësisë shqiptar dhe as zëvendësministri e drejtësisë shqiptar, përkundër asaj që BDI ka patur 6 ministra shqiptar të BDI, se sa zëvendësministra nuk ka arritur të zgjidhet. Tash a do të ndryshohet ligji apo do sjellim akt normativ brenda Ministrisë së Drejtësisë, unë mund të garantoj se do të zgjidhet dhe ju e dini, ashtu siç e ka potencuar edhe kryetari Kasami, se është formuar grup punues i cili do të punojnë këtë drejtim dhe provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhën shqipe dhe studentët kanë plotësisht të drejtë të reagojnë për këtë, për një të bëm të BDI-s e cila nuk pati fokusin të zgjidh këto probleme studentëve gjatë 22 vjeçarit fundit, po sot del fatkeqësisht edhe në protesta kundër vetvetes, duke protestuar për ato që nuk arritën ta bëjnë sa ishin vetë në pushtet. Po do të flasim edhe në lidhje me prezencën e partive në protesta dhe mos prezencën e partive në protesta. Zoti Qamili tha se BDI ka pasur 6 ministra të drejtësisë ndër vite dhe kjo çështje nuk është rregulluar. Unë mendoj që është e padrejtë të thuhet diçka realisht që të manipulohet me qytetarët, duke ditur se ligji është sjell diku në vitin 2019 dhe deri në atë kohë ka pas 2019-s
nuk ka pas ministër shqiptar, po kjo sigurisht që nuk e amniston një hap të tillë dhe pas asaj mendoj që gjithçka që përflitet rreth këtij ligji, mendoj që du ta përsëris edhe një herë që humbje kohë. Humbje kohë studentët të ndajnë kohë që pas gjithë këtyre të arritura të shqiptarëve të ndajnë kohë edhe të protestojnë për diçka që nuk zbatohet, mendoj që vërtet është edhe e dëmshme. Po ne nga kjo qeveri jemi mësuar që ndoshta edhe kohë pas kohe të japin afatizime për çështjet të caktuara siç e premtuan edhe kur u bën pjesë e kësaj qeverisë se për 6 muaj ditë do të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Kështu që të arriturat e kësaj qeverie janë në limitet më të ulta të mundshme në gjitha sferat. Jemi një shtet i izoluar për momentin, ju e dini sigurisht edhe ju si media, po më saktë e dini edhe qytetarët, se ku ishim ne kur qeverisnim dhe ku jemi sot. Dhe kjo mendoj që është alarm që duhet më doaj mos të ngritet zëri dhe të bën ndryshimet, se vërtet kemi humbur shumë si shtet, por edhe si shoqëri nuk duhet të neglizhohen disa çështje që janë tepër të rëndësishme, duke marrë parasysh se arritjet e shqiptarëve nuk ishin të lehta. Nuk ishte lehtë marrëveshja e orrit. Nuk ishin të lehta gjithë ato ndryshime kushtetuese që arritën shqiptarët t'i bojnë, edhe dikush të vjen në mënyrë kështu për një pazarllëk, ndoshta edhe më të thjeshtë edhe mos të implementon një ligj që është më së i nevojshëm, është kërkesë e qytetarëve, është kërkesë e studentëve, është kërkesë e ardhmërisë së këtij vendi. E të neglizhohet dhe të politizohet, ndoshta jo po organizon partia politike ose por... Po pikërisht këtu desha dalë përmendje edhe zoti Qamili që morët një pjesë e funksionarëve të BDI-s morën pjesë në protesta. A po i përdorin studentët për përfitimin politike? Studentët janë e ardhmja e këtij vendi. Studentët duhet përkrahen, studentët kërkesa aty janë legjitime. Po nëse edhe i kemi përkrahur, edhe kanë qenë prezent eksponent politik, ishte diçka e paligjshme? Ishte diçka që kërkojshin të pamundurën? Mendoj që është më së nevojshme që një ditë më përpara të rregullojnë këtë çështje mos përsëriten, pavarësisht kush është në pushtet. Unë mendoj që këto të drejta prapë e përsëris se vërtet studentët duhet ju jepet hapësira për gjëra të tjera inovative. Studentit duhet t'i mundëson kushte shumë më të mira e jo të mirët po implementohet ligji ose s'po implementohet ligji. Këtu duhet edhe një herë përsëris të ndizet alarmi dhe të ndëgjohen me një seriozitet shumë të lartë dhe ato kërkesa një ditë më përpara të implementohen dhe mos të përsëritet gjëra të tilla. Zoti Qamili, javën e kaluar në këtë studio i kisha prezent studentët nismëtarët e protestave, ata mes tjera thënë se ishin të detyruar të dalin në rrugë për të protestuar për shkak se kërkesat e tyre drejtuar përfaqësuesve në pushtet hasën vetëm në zvarritje dhe jo në zgjidhje. A u lanë vetëm studentët në këtë betejë? Lejo ta përmirësoj kolegun ku tha se pas sjelljes së ligjit në fuqi, pas votimit ligjit për përdorimin e gjuhëve, kemi patur ministër shqiptar, nuk është e vërtet, ka qenë partneri i koalicionit Bashkimit Demokratik për Integrim, gjithsesi krenar Lloga, ministër i drejtësisë për një periudhë, të cilin kemi patur në fuqi ligjin për përdorim gjuhëve, kam patur edhe zëvendës ministër me Saedi Agim Nuhiu, po pavarësisht kësaj nuk ka pat vullnet politik dhe institucional për ta rregulluar këtë çështje. Sa i përket protestave të studentëve, jo, nuk është e vërtet. Prej kryet herës ne kemi marrë seriozisht këtë çështje, siç e dini edhe liderët e koalicionit vlen. Bilal Kasami ka patur takim me studentët iniciator të protestës dhe për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, edhe krerët e vlen, po edhe krerët e institucioneve si kryetari i kuvendit, avokati i popullit, zëvendës kryeministri i parë, dhe ne menjëherë kemi filluar që të punojmë për gjegjen e zgjidhjes dhe siç thash edhe më parë, kemi formuar një grup punues i cili po merret me zgjidhjen e këtij problemi. Këtë sot e vërtetoi edhe vetë kryeministri në deklaratën e tij, edhe një herë po them, nuk mund ta rregullojmë për një muaj një çështje që BDI se ka rregulluar për 22 vjet, por përsëri po premtojmë. Edhe pse ministri është Maqedonas, zëvendës ministri është Maqedonas, për periudhë shumë më të shkurtë se BDI-ja gjithkohës në pushtet, ne do e rregullojmë dhe provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhë shqipe. Kërkesa e studentëve do të realizohet dhe një herë për gjithmonë kjo çështje do të ketë edhe
zgjidhje ligjore dhe jo zgjidhje gjysmake ashtu siç na ka bërë trashëgimi i pararendësit në pushtet. Të arriturat, se shpeshherë po ndëgjoj nga kolegu që nuk është bërë 20 vite. Të arriturat e shqiptarëve për 20 vitet e kaluara janë të shumta sa që sigurisht as vite unë dhe kolegu i jem nuk sot që po debatojmë nuk kemi dhe sigurisht i takojmë një gjeneratës të rene. Më thonë, të arriturat të shqiptarëve, ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur, mendoj që nuk na shërben, nuk i shërben asnjë qytetari, e sigurisht asnjë eksponenti politik, përmend se nuk ka të arriturat të shqiptarëve 20 vite në Maqedoni e Veriut. Më thonë, sikur kolegu mos të ketë jetuar jo vetëm në Maqedoni, po edhe në këtë botë. Ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, te shqiptarët sidomos, avancimi i popullit shqiptar nëpër institucione, marrja e hisës që realisht më herët nuk e kishim, unë mendoj që është vërtet e pahishme të deklarohet. Dikush të prononcohet se 20 vite s'ka ndodhur asgjë, asnjë ndryshim të shqiptarëve. Mund të ketë ndonjë proces mund mos të jetë i vonuar, po ndryshimi ka ndodhur dhe kjo nuk zhbëhet. Po vetëm se së paku bile prej atyre njerëzve që për momentin kanë dalë edhe janë zotu se do e mbajnë atë të arritur, këtë ne fundja po e kërkon edhe qytetari, po edhe ne. Po bile mos ketë degradim të atyre të arriturave. Kjo është qëllimi. Nëse s'ke fuqinë për ta mbajtur atë të arritur, bile mos e lejo të degradon. Bile mos e lejo që ta humbim. Unë mendoj që këtë qytetari po e ndjen, këtë qytetar po i revolton, dhe sigurisht një ndër ato janë edhe sot studentët që janë në rrugë, për fat të keq edhe njerë përsëris, dhe kjo me do e mos nuk duhet lejuat në asnjë mënyrë që të arritet të shqiptarëve që sigurisht i përkujtojmë dhe mendoj që është obligimi sicili qytetar se nuk ishin të lehta të arritura shqiptarë. Nuk erdhën vetvetiu, nuk erdhën për hatër të njërit ose të tjetrit. Erdhën me marrëveshje, erdhën me kushëzime, erdhën edhe derisa ndodhe çfarë ndodhi me konfliktin në vitin 2001. Do të thonë, nuk duhet lejohet të njerë përsëris se vërtet dëmtojmë shumë njerëz në këtë rast. Dëmtojmë ato njerëz që sakrifikuan shumë për këtë vend. E sidomos për të drejtat e shqiptarëve. Unë duhet t'i përkujtoj kolegut Ersan, do më lejosh se të arriturat e bëra nuk zhbëhen asnjëherë, zhbëhen vetëm ata që i keni bërë vetëm për fasad dhe për PR dhe në rastin konkret kemi një ligj për përdorimin. Ligji po është se ligj për përdorimin e gjuhëve, të cilin nuk e keni harmonizuar me ligje tjera. Unë po ta cek ligjin për gjykatat. Për shembull, pse në ligjin për gjykatat nuk shkruhet se procedurat gjyqësore dhe seancat gjyqësore mund të mbahen edhe në gjuhën të cilën e flasin 20% jo, nuk është e vërtet. Pse provimi i jurisprudencës nuk është mbajtur në gjuhën shqipe, mund për shembull të ta përdorë edhe një rast djali i vet kryeministrit tuaj të parë shqiptar Talat Xhaferi e ka dhënë provimin e jurisprudencës gjuhën maqedonase. Pse nuk keni reaguar atëherë? Pse nuk ka reaguar vet ai në atë kohë? Kemi edhe çështje tjera që keni lënë gjysmake si punë balansuesit e përfaqësimi i drejtë dhe adekuat që duhet vi vlenit i rregulloj gjitha me ligj dhe me zgjedhje ligjore dhe ligjin pse nuk e rregulluar çështjen e medreses, u do është të vi vlenit e ta rregulloj me ligj dhe sot e përgjithmonë të rregullohet ajo çështje me zgjedhje ligjore. Pra edhe ato pak gjëra që keni bërë, unë nuk va mohoj të arriturat që i ka bërë BDI-a, po edhe ato që i ka bërë për fasad, nuk i ka bërë për çështje thelbësore shqiptarëve. Me këtë term se pak të bërë, mos janë shumë. Beso që janë shumë të arritur, ndryshimi i madh ka ndodhur. Ka ndodhur ndryshimi i madh pas luftës së Divinishit. Dhe kjo nuk mund të mohohet. Unë nuk e mohoj atë vetëm se po them se qëllimin për ata e keni pat vetëm për PR dhe propagandë, nuk e keni pat për zgjidh në esencë, në formën esenciale thelbësore tu zgjidhni problemet shqiptarëve dhe problemet etnike natyrisht. Sot ne po përballemi me ata pengesa, po ne përsëri po themi dhe zotojemi se do t'i zgjidhem, siç zgjidhem ligjin për medresen, siç jemi duke zgjidhur ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat, po do ta zgjidhim edhe provimin e jurisprudencës. Edhe ndryshimet kushtetuese do i bëni? Krejt do i bëjmë. Edhe ndryshimet kushtetuese po do i bëjmë, krejt do i bëjmë për që njëre për gjithmonë të rregullojmë këto çështje. Asnjënë nuk do e bëjmë për fasad siç e keni bërë ju. Do e rregullojmë edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve bile, ku do ta hekim termin edhe 20% dhe do ta bëjmë gjuhën shqipe zyrtare, por
ne këtë nuk do ta bëjmë për PR. Deri te bëra ekziston një më litër. Po, ma të paktën do e bëjmë. Ju nga e bëra s'keni pat fare, nga e thëna në bërë s'keni pat fare të bërë. Do të thotë ju veç e keni thënë. Ne të paktën do e bëjmë, po do i bëjmë sendet esencialisht dhe do i rregullojmë një herë për gjithmonë. Po, zoti Ibrahim. Mendoj që mos të përsëritemi realisht ajo çfarë po ndodh në vendin tonë. Unë mendoj që besoj kur mora edhe ftesën nga ju që të jemi në debat televiziv, sigurisht që do ishte më e natyrshme, do ishte më e nevojshme ne bisedojmë për çështjet ekonomike, për zhvillimin e vendit, për ngecjen realisht të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që decentralizimi është një ngecje. Unë mendoj që këtu ndoshta edhe do të ishim më të thirrur për të biseduar këtë çështje, zhvillimin e komunave tona, e jo implementimin e asaj që realisht është sjellë si ligj. Më thonë pse dikush po i kujtohet, pavarësisht kush është ministër, pavarësisht kush është sot në pushtet, po i kujtohet që nuk e implementon për një arsye ose edhe me arsyetimin se dikur kur është sjellë s'është implementuar, po urdhno implementoje. Kush po të ndalë, kush po të pengon në këtë drejtim? Pse nuk prononcohen? Çfarë sikleti kanë që realisht nuk mund ta implementojnë këtë të arritur të shqiptarëve? Pra po them, unë mendoj që vendit tonë i duhet një ndryshim i madh. Një ndryshim që vërtet atë potencial, atë rini, atë të arritur fillimisht që përmenda dhe më herët ta mbajmë, po edhe zhvillimin ekonomik që është më së nevojshme, që vërtet ka një ngecje shumë të madhe. Domethënë këtë po e ngjen sicili qytetar, këtë sicili analist po e përmend që jemi për momentin një ndër shtetet ndoshta më të izoluara në Bashkimin Evropian dhe kjo mendoj që nuk i ka hije një shtet që është antar e NATO-s dhe pretendent që siç është Shqipëria dhe Malezi dihet se avancimi deri kur ka arritur, ne ende s'kemi arritur asnjë kapitull të hapim për këtë çështje, që një ditë më përpara vendi jonë të antarësohet në Bashkimin Evropian, se për shkak që sigurisht që çdo kapitull i hapur do jetë një mundësi e madhe financiare që këtë vend ta ngrit në nivelin e dur ku zhvillimi ekonomik duhet të jetë në nivelin e dur. Po. Zoti Xhamili, në fakt kur bisedojnë për gjuhën shqipe, pse gjithmonë ajo duhet të jetë problem, apo duhet shqiptarët ta ndjejnë si provokim se dikush nuk e zbaton. Për shembull, sot kishim shembullin në parlament ku reagoi deputetja e Aleancës për shqiptarët zonja Ilire Dauti se nuk e ka marrë materialin në gjuhën shqipe. Në fakt edhe ne si gazetarë shpeshherë jemi përballur ku seancat e qeverisë nuk janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Ministritë të ndryshme lëshojnë komunikata vetëm në gjuhën maqedonase e kështu me radhë. Përsëri po e them, këto janë të gjithë pasojat që ne i kalon pushteti i kaluam. Të gjithë mos implementimi i gjuhës shqipe është si pasojë e mos harmonizimit ligjeve tjera dhe dispozitave tjera me ligjin për përdorimin e gjuhëve, me një fjalë se dia me qëllim apo qëllim BDI më konkretisht pushteti i kaluam na ka lënë, siç thot populli, patatën e xet në dorë për të marrë ne sot me pasojat. Po edhe këto çështje do i zgjidhim. Ne flasim gjithmonë për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe që nuk është, po do të bëhet, po sot nuk flasim për provimin e licencave për kujdes edhe edukatore në përqerdhe nga Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, që si kemi ardhur në pushtet, ai provim po realizohet edhe në gjuhën shqipe. Këtë askush nuk po e përmend dhe pse nuk e kam bërë ato që kanë qenë paranesh, po e bëjmë ne tash. Provimi i jurisprudencës nuk ka qenë gjuhën shqipe, do të bëhen gjuhën shqipe. Tash unë mendoj se edhe opinioni e kupton se sa shumë të pengesa dhe pasoja na kalon pushteti i kalum. Dhe patjetër se ne sot do të përballemi me ato pasoja, po edhe një herë po e përsëris, po i marrim një ka një dhe po i zgjidhim me zgjidhje ligjore për implementimi i gjuhës shqipe. Do të bëhet detyrim ligjor për gjitha institucionet. Fakt duhet të bëhet detyrim ligjor për gjitha institucioneve, po prap do të them ka shumë mangësi në aspektin ligjor, ku gjitha ligjet, gjitha dispozitat duhet merren dhe të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhës. Zoti Ibrahimi paraprakisht thatë që
do ishte shumë më mirë për të diskutuar për tema lidhje me zhvillimin ekonomik, lidhje me temat ndryshme që prekin edhe jetën e qytetarëve drejt për drejt, por ne kemi vërejtur që opozita shqiptare, sidomos Bashkimi Demokratik për Integrim, pothuaj se 90% të narrativës së vete fokuson te çështjet etnike, siç është gjuha shqipe. A është kjo çështje e gjuhës, identitetit, luftës për të drejta, apo është një lojë politike për të fituar simpatinë elektorat? Shifeni, Bashkimi Demokratik për Integrim, simpatia të elektoratit nuk ka mungur asnjëherë. Asnjë sondazh të vetëm, në asnjë proces zgjedhor, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e ka humbur. E kjo nuk mund të komentohet se ndoshta edhe po bëhen për lojra politike. Në asnjë moment serioziteti me qytetarët nuk ka mungur asnjëherë, dhe këtë e din më mirë edhe qytetarët. Siç e përmendë edhe më herët, avancimi i ndryshimet në këtë vend i kanë vulën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Vulën e ushtrisë shërbimtare kombëtare, se përmes asaj rrjedhën gjitha proceset, gjitha ndryshimet. Dhe këtu ndoshta edhe ndonjë eksponent politik ose ndonjë mund të dëshiron të devijon një gjë të tillë, po qytetarët e kanë më së të qartë se këtë të arritura edhe janë të shqiptarëve dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të degradohen edhe të neglizhohen, por së paku të mbahen, të qëndrojnë aty ku realisht edhe u arrit. Unë ndoshta edhe, meqense edhe më herët përmenda të zhvillimi ekonomik, sigurisht që e përmenda edhe pjesërisht ajo pjesa e decentralizimit, ku është për fat të keq është një ngjecje e madhe. Dhe këtu mendoj që vërtet duhet të fokusohemi shumë më tepër. Ekspert e fushave të ndryshme këtu duhet të qasen, edhe me vetëm qëllim që të jetë sa më fuqishëm funksionaliteti i decentralizimit, marrë parasysh se vendet e rajonet kanë një zhvillim shumë më të madh se shteti jonë, më saktë se komunat tona. Kompetenca shumë kanë vendet e rajonit, komunat e rajonit se komunat tona. Kështu që unë më mendoj që për disa çështje po humbim ne kohë që janë të arritura, me vetëm qëllim që ndoshta edhe të defokusohet ajo realisht dështimi çfarë po ndodh në një vend. Zot Shamiri, këtë që e tha zot Ibrahimi, si e komenton ju, apo dalin në opinion këto tema me qëllim për të shpërqendruar vëmendjen e opinionit nga dështimet eventuale të kësaj qeverie? Po, ka elemente edhe në qeveri që po përdorin çështjen e gjuhës shqipe apo çështjet etnike për qëllime elektorale. Ne kemi kritikuar haptas veprimet e Ministrit Drejtësisë Filkov, veprimet e tij të çuditshme. Nuk e di tash a e bën se ne e dim se brenda 2 muajsh do të kemi rikonstruim qeverisë dhe një ndër emrat më të përfolur që do të largohet është ministri Filkov. A e bën që keni informata se do të largohet apo? Po ne dim se një ndër emrat më të përfolur është edhe ai, tash a e bën për qëllime elektorale që kinse të largohet si një lloj heroj te kampi i Maqedonas, këtë nuk e di, po ajo që e di është se Filkovi po gjen partner te BDI-ja, BDI-ja nuk po kursen mjete vetëm për të bërë gjoja opozit me propagandën negative që po bëjnë vazhdimisht ato ndaj gjuhës shqipe, po e mbajnë këtë temë si temë diskutimi vazhdimisht dhe po rrezikojnë pozitat tona si komp, e gjitha kjo vetëm për një grusht votash. Si patate në nxehtë, se zakonisht nuk po jeni në gjendje me i mbajt ato, siç e përmendet edhe më herët, patatet e nxehta, po gjithsesi kjo tregon për atë realisht dështimin. Unë mendoj që Zenafilla zotin edhe e asaj që realisht u futën ku diçka çka, një gjë që se meriton mos e mban, se mos e merr, se nuk mund t'ja ndalesh. Këto padrejtisht u futën qeveri, si humbës u futën qeveri, dhe jemi sot aty ku jemi. Domethënë nuk mund t'i çojnë proceset si humbës. Nuk mund ta mbash së paku atë arritër si humbës. Mendoj që njëherë për gjithmonë këtë çështje duhet të ndahet. Po shpresojmë që një ditë më përpara të vendosen edhe kush do ta udhëheqë partinë Vlen, dhe mendoj që të ndahen këto çështje dy bloqe të fuqishme në bllokun politik shqiptar, një ditë më përpara të organizohen zgjedhje, të ballafaqohemi dhe fituesi në bllokun
shqiptar duhet të udhëheqë këtë vend. Nuk mundet me kushëzime, nuk mundet me atë se çfarë ne dim. Me çdo respekt për bashkëqytetarët tonë Maqedonas, po qëllimi tënde nuk është që neve na shef si partner koalicioni, po ne duhet të marrim hisën nga ky vend, që me vitet të tëra në është mohuar. Edhe dihet se si funksionojmë ne deri më tani. Për atë këto çështje janë tepër të rëndësishme, tepër të ndjeshme, nuk mundesh të ulesh në një tavolinë kur dikush të fton edhe me atë pikpyetjen a do të merr as do të merr. A do të bën partner as do të bën partner. Kjo çështje mendoj që është një ndër ato më të rëndësishme. Kjo çështje duhet një herë për gjithmonë vendoset, se ne ndodhi 2006-2008, dini ju qeverisit. I kujtojmë, besoj që në atë kohë kemi pas disa vite, kështu që atë memorien besoj që nuk mund të harrohet as shpejt. Më thonë, çfarë ndodhi në atë periudhë? E dim, të gjithë, sigurisht e dim, po përsëritet e njëjta. Pse po lejohet një gjë e tillë? Mendoj që kjo është tepër e rëndësishme që këto lëshime nuk duhet të ndodhin. Ekzistojnë e partitë politike në bllokun Maqedonas. Njëkohësisht është edhe te shqiptarët. Mendoj se dy faktorë kryesor, shtet formues, si shqiptarët dhe Maqedonas, duhet në harmonizim të plot ta çojnë vendin përpara dhe mos të kemi kësi ndarje, më pastaj edhe ndoshta edhe me një keq interpretim të disa segmenteve, siç po ndodh sot, ose edhe nesër çka mund të mos të pajtohemi për çështje shumë të thelbësore. Zoti Qamili, unë tash nuk e di pastaj do kalojmë te kolegu apo përfaqësimi flet për partinë e tij, Bashkimin Demokratik për Integrim, gjithsesi udhëheqësve të saj, të cilët e din fort mirë se ndonjë 1-1 kanë lutur partnerin vëmëror të PMN për të futur në qeveri pa kryetar kuvendi dhe pa kryetar parlamenti, dhe sot po bën se kush do ishte më i fortë si partner koalicioni. Të paktën ne atë gjë asnjëherë nuk e kemi pranuar. I dim fort mirë deklaratat e ish partnerit koalicionit, ish pjesëmarrësit të Frontit Evropian Mendullçit, ku tha se BDI-ja e ka lut vëmëror të PMN për të futur në qeveri me më pak ministri dhe pa kryetar parlamenti, dhe sot këto kanë më pak të drejtë morale që të flasin për punën e partneritetit në qeveri. Sot vlen po këzon gjitha pozitat të cilat shqiptarët i kanë fituar, dhe ne sot nuk jemi servil dhe vazal të vëmëror të PMN-s, por jemi partner të plot në koalicionin qeveritar. Rezultatet në terren, i nderuar koleg, po shqifen. Për atë, unë mendoj që nuk ka nevojë edhe të përsëritemi, po edhe të humbim kohë në këtë debat, se vërtet nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, dhe kjo po na kushton, realisht po na kushton neve, se ato të arritura vërtet nuk ishin të lehta. Edhe tash vjen me një situatë gjithat mund ke dhënë, gjithat kontributet, dhe për një moment nuk respektohet vullneti i lirë i qytetarit. Sigurisht që kjo nuk duhet të lejohet në asnjë mënyrë. Kështu që me dhomat, me 1, me 6, me kujt diun çfarë, mendoj që ato janë manipulime dhe nuk duhet të lejohet një gjë e tillë. Sigurisht që ne përderisa udhëheqeshni me qeverinë, përveç asaj që shpeshherë ndoshta po e komentoni ju se ka qenë simbolik kryeministri, po ka qenë simbolik e madhe. Vërtet e madhe, e arritur e madhe e shqiptarëve. Dhe pse mos në të ardhmen edhe të dyvishohet ai mandat dhe realisht edhe unë po shpresoj që edhe te bloku Maqedonas rinia, mendoj që te dy palët, edhe te maqedonesit edhe te shqiptarët, vërtet ekziston një frym krejtësisht tjetër e avancimit edhe e gjërave që vërtet mos të humbim kohë për gjërat kot mos e koti, por të shohim të ardhmen e vendit tonë, zhvillimin e vendit tonë, përmirësimin e kushteve qytetarëve. Qytetarët mos të ballafaqohen me këto padrejtësira, dhe ne gjithsesi kemi obligimin që t'i dalim në ballë kërkesave të qytetarëve dhe mos të lejojmë që një arritur e shqiptarëve të degradohet dhe të minjanohet. Në vazhdim kisha dashur të flasim për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Në fakt sot në qeveri u tha që është miratuar. Në fakt në qeveri ka kaluar sot propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.
Zoti Xhamili, pse mendoni se me këtë do të zgjidhet problemi i përfaqësimit? Po natyrisht se do të zgjidhet problemi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat me këtë ligj, sepse vetë si çështje po në kupton se këtë të drejtë të shqiptarëve ne po e zgjidhim me ligj dhe nga momenti i miratimit të ligjit më përfaqësimi i drejtë dhe adekuat do të jetë detyrim ligjor, siç e dini ne sot e kemi kaluar në qeveri dhe tash do të futet në procedurë parlamentare pas mendimit pozitiv që na dha edhe Komisioni i Venecias. Ky ligj më nuk do të ketë mangësi siç e kemi patur deri me tani ligjet dhe ky ligj është në harmonizim të plotë edhe me regulativën evropiane ku garantohet përfaqësimi i plot i drejtë dhe adekuat. Ju e dini fort mirë se ky ligj është dashur të sillet qysh në vitin 2003, që ka rrjedhur nga marrëveshje Ohrid si parim kushtetues, por fatkeqësisht para rëndësit tonë në pushtet zgjodhen një vegël digjitale siç është balancuesi, një instrument të cilin fort mirë e dinin se do vit dita kur do të shfuqizohej dhe ne e dim keq përdorimin që ju bën atij instrumenti, por është një e mirë se sot me qeverin vlen ne këtë çështje po e zgjedhim me përkufizim ligjor dhe sot në institucionet do të kenë detyrim ligjor që të respektojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Natyrisht se do të ketë edhe një trup koordinues në kuadër qeverisë me të cilin do të udhëheq një zëvendës kryeministër shqiptar ku do të ndjekin zbatimin dhe implementimin e këtij ligjit. Brenda 6 muajsh pas miratimit ligjit do të formohet dhe do të sillet edhe metodologjia. Cili do të jetë roli në fakt i këtij trupi koordinues? Roli i trupit koordinues do të jetë të ndjekë dhe mbikëqyrë implementimin dhe mos keqpërdorimin e ligjit për përfaqësimin të drejtë dhe adekuat, sepse do të ketë edhe një metodologji e cila do të sillet brenda 6 muajsh nga momenti i miratimit ligjit, e cila do të vlej për gjithë institucionet, metodologji mbi të cilën do të bëhen gjitha punësimet dhe avancimet nëpër institucione. Me këtë ligj do të ketë masa restriktive për institucionet të cilat nuk respektojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Po tash ne nuk duhet të nisemi nga gjoba dhe masat restriktive kur vetë kjo çështje po rregullohet me ligj dhe institucionet do ta kenë detyrim ligjor që ta respektojnë këtë ligj. Çfarë masa restriktive për shembull ka patur për balancuesin? Çfarë masa restriktive janë implementuar për ligjin për përdorimin e gjuhëve? Vetëm një subjekt juridik deri sot është dënuar si pasojë e mos respektimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve me një gjobë prej 4.000 deri 5.000 eurosh. Ajo që do të zëvendësoj masat restriktive do të jetë vetë trupi koordinues i cili do të përbëhet përveç nga kuadro qeveritar edhe jo qeveritar, që do të thotë trupi koordinues do të jetë i hapur për gjithë publikun, ku përveç zëvendës kryeministrit dhe ministrave përkatës do të marrin pjesë edhe 2 profesorë universitar, do të marrin pjesë edhe shoqata jo qeveritare, që do të thotë në mënyrën më të mirë të mundshme, ligji edhe do të sillet, edhe do të mbikëqyret, edhe do të sillet metodologjia mbi të cilën metodologji do të realizohen edhe punësimet e shqiptarëve, po e gjithë qytetarëve të cilët u takojnë etnive të ndryshme nëpër institucionet shtetërore. Zoti Ibrahimi, si e sheh opozita këtë propozim ligj dhe do ta mbështesë? Gabimet e njëpasnjëshme, dështimet e njëpasnjëshme. Nuk di cila është arsye, po e shfuqizon një ligj, balancuesin po e shfuqizon, ende pa e përpiluar, ende pa e përgatit atë çfarë mund të zëvendëson. Balancuesi s'ka qenë ligj. 20 muaj pushtet ti po e shfuqizon, një mekanizëm që ishte e fuqishme, që bëri ndryshime në institucione, që arriti ta bën ndryshimin e avancimit të shqiptarët dhe përfaqësimin e shqiptarëve edhe etnive tjera, padyshim. Dhe 20 muaj përpilim të ligj. Kush e përpiloi atë ligj? Keni një ori si media? Kush e përpiloi? Kush ishin aktorët? Ekspert juridik, një ndër të cilët ka qenë edhe profesori, ju fort mirë e dini, profesori Jeton Shasivari, kanë qenë ekspert të njohur ndër nesh dhe mendoj se edhe ju vetë do të pajtoni se ligji është i përpiluar në mënyrë më të mirë të mundshme. Jo, nuk është e rastit se edhe Komisioni i Venecias dha mendimin pozitiv për këtë ligj, ku
dha garancë se ky ligj do të përpilun ato të unë e përmend edhe më herët, për fat të keq nuk arritët t'i mbani ato të arritura. Një gjë jeni sigurt, ky ligj nuk do të jetë si ligji për përdorimin e gjuhëve dhe balancuesi. Ky nuk do të fuqizohet. Ky ligj është i përpiluar një herë mirë, ndoshta ka shkuar pa kohë, po ky ligj një herë përgjithmonë do ta mbyll këtë çështje. Ne nuk do të merremi më ako shqiptar nëpër institucione as ka. Ju keni pat balancuesin dhe e dini shumë institucione ku s'ka pat shqiptar. Pse është keq përdor balancuesi? Ju fort mirë dini rastin qeverisjen tuaj ku shumë maqedonas u deklaruan si shqiptar. Nuk do të thotë që i gjithë ai proces... Jo, ndonjë ka pat shumë dhe ju e dini fort mirë. Ne sot e kësaj dite po i zbulojmë rastet ku shumë maqedonas nëpër institucione janë deklaruar si shqiptar dhe është keq përdor mekanizëm. Vetë fakti se ajo ka qenë një vegël digjitale, më thënë më mirë një kalkulator, nuk është një zgjidhje afatgjate dhe nuk është rregulluar si duhet kjo çështje. Me këtë ligj, institucionet do ta kenë detyrim ligjor që prioritet ta kemë përfaqësimin adekuat dhe të drejtë, me të cilin... Detyrim ligjor është edhe ligji i gjuhëve, po për fat të kesh... Me mangësi plot. Atë që thoni se kush e ka përpilu ligjin, unë tregova se kush e ka përpilu ligjin, edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është përpiluar nga ekspert, ka marrë mendim edhe prej Komisionit Venecias dhe është sjellur përsëri në qeveri, ka kaluar në qeveri, tash do hihen procedurë parlamentare. Nuk do të kenë shqiptarët problem më me këtë ligj. Prandaj ne duhet merremi tash edhe me pasojat edhe të ligjeve të mangëta tjera që i keni lënë ju. Se disa prej tyre i kemi zgjidhur, po besoj se gjitha do i zgjidhim edhe shqiptarët një herë përgjithmonë do të jenë rahat se nuk do të kenë kështu problemesh në rrugtimin institucional të tyre. Zoti Ibrahimi, për të shtuar? Jo, për fat të keq mendoj që ajo çfarë realisht u dasht të thuhet se vërtet ishte pa kuptim i shfuqizimi, përderisa ende nuk e ke as idenë se çfarë duhet të ndryshojë. Ti po e shfuqizon një mekanizëm që është i rëndësishëm, që bëri ndryshime. Me një ose dy mangësi, ku e di unë çfarë. Por 20 muaj pushtet edhe ligjin tash ka kalu komisionin e parë ose Venecias, më thonë, ende sigurisht do t'i duhen edhe 20 muaj deri në implementim eventualisht. Ama jo 20 vjet i nderuar. Jo 20 vjet i nderuar. Edhe 20 muaj me shkut paktën ne do kemi zgjidhje ligjore dhe shqiptarët do të përfaqësohen në mënyrë drejtë dhe adekuate nëpër institucionet. Nuk do të shkruan Maqedonas apo Maqedonasit nuk do të shkruan shqiptar për të hyrë nëpër institucione. Vetëm se po duhet të sa për dieni të kolegut, shfuqizimi i balancuesit ka ardhur me një mendim prej qeverisë kalume ku nënshkrues dhe propozues kanë qenë ish ministrat Bujar Osmani, Jeton Shakiri e shumë tjerë që kanë qenë propozues për heqjen e balancuesit dhe kolegu e din shumë mirë. Ne kemi dokument nga seancat qeveritare. Mirë, sikur duhet të shfuqizohet balancuesi, po momentin kur ti e sjell ligjin, kur e përpilon ligjin, atëherë shfuqizoj balancuesin nëse... Nuk e kemi gjykatën kushtetuese në kontroll ne siç e kishi ju deputetin tuaj tas Salim Murat që ish kryetari i gjykatës kushtetuese dhe e mbajt të ligjin në sirtar. Se nuk e zgjidhet prej atëherë këtë çështje, po e lat tash kur vjem ne të reaktivizohet lënda dhe të shfuqizohet balancuesi. E keni bërë të gjitha këto me qëllime të propagandës, qëllime elektorale dhe prap dalim te ai muhabeti se i keni bërë gjitha për fasad, i keni bërë gjitha për PR që sot keni me çka na sulmoni bëni opozit për një grup për shqiptarët në këtë vend nuk janë fasadi nderuar. Po mbi gjitha unë një gjë e di se qytetarët e kanë demaskuar BDI-n. Edhe ti je shqiptar. Do thonë të arriturat që i ke ndjedhe ti dhe shoqëria në përgjithësi nuk janë fasad. Jo të arriturat gjysmake, unë du të arritur dhe du një zgjidhje ligjore dhe nuk du me vegël digitale. Këtë përmisoj se vërtet nuk çerben. Arriturat e mëdha, 20 vjet të shqiptarëve janë të panumërt. Po pse provimi i jurisprudencës nuk është në gjuhën shqipe? Ndryshimet e mëdha kanë ndodhur, implementone. Po pse se keni implementuar kur i keni pasur Ministrinë e Drejtësisë? Pas asaj, pas sjelljes të ligjit duhet formohen edhe institucionet. Po kanë qenë institucionet, thjesht atesh me akte normative të rregulloni, po nuk e keni patur synimin aty. Dal këta ajo se qëllimi i qeverisë së SBD-s ka qenë te aferat korruptive, shumë gjëra që i din opinioni. Nuk e kanë pat te çështjet thelbësore të shqiptarëve. Opinioni din, opinioni po regjistron edhe aktual çfarë po ndodh. Dhe po e dëshmon zgjedhjet siç e dëshmon zgjedhjet e fundit lokale. Sigurisht edhe për zgjedhjet lokale, edhe për ato parlamentare që të ndodhin. Më thonë, është çështja është tepër e rëndësishme edhe njerë potencoj që duhet të ruhen të arriturat. Duhet të ruhen se vërtet ishin
të mundimshme, nuk ishin të kollajshme të arritë, ai ndryshimi i madh që ndodhi. Edhe ne kemi sjell ligj, kemi bërë institucione, tash nuk janë në gjendje për ta mbrojtur atë çfarë është obligim, është detyrim. Pra po them që këtu nga gjithë narrativa që dominon në opinionin publik dhe por edhe nga debati këtu, mua si gazetar më lind një pyetje, se mos vallë partitë politike po përgatiten edhe për zgjedhje lokale, pasi edhe parlamentare, më falni, pasi që edhe ky debat në asisoj masë të sonë. Zoti Xhamili, është vlenë e gatshme për zgjedhjet? Ne jemi të gatshëm kur do që jetë për zgjedhje, po nuk na nevojitën zgjedhje, tash kemi punë që na presin, punë për qytetarët, kemi punë që duhet t'i bëjmë këtë mandat, do vi kohë e zgjedhjeve të rregulla, do të shkojmë zgjedhje, përsëri do marrim besimin e qytetarëve dhe do të vazhdojmë me punë. Retorika e zgjedhjeve i konvenon Bashkimit Demokratik për Integrim për të mbajtur aktivistët dhe strukturat e saj, por nuk do të ketë zgjedhje përveç se në afatin e rregullt. Zoti Ibrahimi, është BDI-ja gatshme për zgjedhje dhe në fakt a vazhdoni ende ti kërkoni zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Marr parasysh se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk njeh humbjen në asnjë proces zgjedhor dhe sigurisht që kërkesa është e qytetarëve që kjo neglizhencë ose kjo paaftësi e kësaj qeverisje sigurisht që duhet një ditë më përpara të ndryshohet dhe zgjedhjet janë të pamohshme që duhet të ndodhen një ditë më parë për shkak të thash defokusit, ndoshta edhe atë vendarjeve drejtnike që ne e dimë që me shumë mund arritëm të kemi një konsolidim të një bashkëpunim, jo vetëm se bashkëqeverisje, po edhe ndër qytetarë një kështu komunikim i dukshëm i përmirësuar dhe pas gjithë asaj të arritur sot e shohim me këto ndarje ndërrjetnike. Ku i shërben kjo nuk di. Për atë po them kjo është një alarm që duhet një ditë më përpara të stagnojnë, të mos të përsëriten këto gabime dhe zgjedhjet janë të pamohshme që vërtet një herë për gjithmonë këto çështje duhet të ndodhin, duhet të pranohen si rregulla, se nuk duhet nëse diçka nuk e arrit ose diçka që nuk e meriton, po fundja diçka që nuk e ke fituar, mos e merr se do, si që thot populli, doja shofish sherrin. Mirë, dhe për në fund do të kisha dashur me që të dytë keni përvojën aktuale në komunë dhe ju si ish kryetar komune të bisedojmë edhe në lidhje me vetë qeverisjet lokale. Kanë kaluar zoti Xhamili disa muaj nga zgjedhjet lokale. A është investuar apo punuar realisht në komunat shqiptare sipas jush? Për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, qeveria ndan buxhet për komunat, për investimin për komuna në mënyrë të drejtë, proporcionalisht për numër banorësh. Ne dimë se në thirrjen e fundit të qeverisë me kredin hungareze janë ndarë 80 milion euro për komunat shqiptare, ku secila komunë ka aplikuar me projekte të cilat janë duke u realizuar në teren. Unë tash mund të flas vetëm për komunën e Tetovës, kur shumë projekte janë vetëm duke, disa kanë përfunduar, disa edhe janë duke u realizuar, ndërta janë ndërtimi 2 shkollave të mesme në Tetovë, ndërtimi 3 pishinave, ndërtimi trasës qerkorës mbi fshatin Shqipkovic, e cila do të lidhet me rrugën Tetov-Prizren, përmirësimi i dukshëm i infrastrukturës rrugore dhe shumë projekte të tjera të cilat besom se nuk mundi as t'i numroj, ku e keni parë edhe vetë se çdo ditë jemi në teren, çdo ditë jemi duke punuar për qytetarët, ashtu siç në komunën e Tetovës edhe në komuna tjera është duke u punuar. I keni parë punimet që po bëhen intensivisht në komunën e Çajirit, në komunën e Tearcës dhe komunën e Zhelinës e kështu me radhë. Edhe njëherë dua të them se është e para qeveri e cila po i përkra komunat shqiptare pa ndonjë diskriminim. Për kokë banori janë ndarë mjetët për komunat shqiptare dhe besoj se ky trend do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Zoti Ibrahimi, si e shihni gjendjen në komunat shqiptare? Unë edhe gjatë këtij debati, po vërtet do kisha bërë një thirrje kështu edhe deri te ju media, po të gjithë ekspertët të kësaj fushë që fokusi të jetë i veçantë këtu.
Në thonë thirrjet në vazhdimsi të jenë për këtë çështje të trajtohet, se vërtet decentralizimi ka një ngecë të madhe. Dhe sikur kjo qeveri të shmorë me këtë çështje, jam i sigurt që do kishmi përfitimin të gjithë, por nuk kanë pa të arsyeshme këtë çështje të, nuk di, ndoshta mungesë të kuadrit ose të kapaciteteve. Marr parasysh që buxheti i shtetit në nivel të shtetit mbi 6.7 miliard euro janë të parapame, edhe dikun të ardhurat janë mbi 6 miliard euro, me një deficit dikun 650 milion, kurse 7% prej këtij buxheti janë të planifikuar për komunat. Kolegu tash mund të arsyetohet se ne sigurum kreditin hungares. Ka qenë realisht një debat i stërgjatur për kreditin si është dashur ose s'është dashur. Po sigurisht kjo qeveri ka pas të arsyeshme që të jetë, siç thot populli, ndoshta edhe me një fjalë ta përmbyllim, të mbetet gjallë kjo qeveri, edhe u detyru të merr një kredit për një shteti siç është edhe Hungaria, me një kosto të interesit në nivel vjetor 17 milion euro vetëm interes. Në thonë 17 milion euro për kreditin hungares në nivel vjetor detyrohet shteti, detyrohen qytetarët nesër të kthejnë. Ne e lam një mundësi të ardhmë që sikur ne të kishmi po ndryshimit kushtetuese, sikur ne të kishmi hapur kapitull, të gjithë ato mjete që dedikohen për shtetet që aterojnë në Bashkimin Evropian janë të pakthyeshme. Ne 800 milion euro obligohet Bashkimi Evropian të jep shteteve që aterojnë në BE. Më thonë, ne lem një mundësi të ardhë, mjete të pakthyeshme, i obligum, i detyrum qytetarët për vite me radhë këtë kreditin hungares afatmesëm që për shumë vite me radhë secili qytetar do obligohet të ndaj pjesë për atë kredit që vërtet unë nuk mund të mohohet një gjë e tillë si janë nda për komuna. Ndoshta edhe këtu bile një padrejtësi është bo. Në kokë banori po kokë banori mendoj që duhet edhe indeksi i zhvillimit të shifet në për komuna. Nuk mundet komuna qendër me ato banor të merr mjete për kokë banori, marr parasysh se kushtet në komunën qendër me komunën e tjera përreth, jo vetëm ato shqiptare. Më thonë, ekziston një mos zhvillim i madh në krahasim me disa komuna. Mendoj që këtu disa çështje kanë mundur të përmirësohen, po ja që vendosen në këtë mënyrë proporcionalisht të ndahen ato mjete, do i japin efektin ndoshta në të ardhmen, por sigurisht kjo qytetarit do i kushton shumë në të ardhmen. Zoti Qamili, ke diçka për të shtuar apo? Jo, unë mendoj se është herë e parë që qeveria kur i ka ndarë mjetet për komunat nuk ka pat tendencë diskriminimi. Po këtu do i kthehem edhe një herë asaj se përsëri kemi pasoja nga qeverisja e kaluar. Në qoftë se regjistrimi i popullsisë nuk do të ndante banorët rezident dhe jo rezident, komunat shqiptare do të përfitonin më shumë të ardhura, por BDI vendosi që të na përjashtoj diasporën nga regjistrimi, ti regjistroj si jo rezident dhe sot ne kur marrim fonde regjistrojmë vetëm banorët rezident dhe jo ato jo rezident. Diskriminim edhe në të kaluarmen edhe ne kur kemi qeverisur në pushtetin qendror nuk ka pasur, bile do t'i përkujtoj kolegut që ishte Fatmir Besimi ministër i financave dhe më shpesh e takoj ke Bilal Kasamin se mua. Edhe pse unë i takoj ati subjekti. Me të vetmin qëllim që për ta ndihmu qytetarin e komunës Tetovës. Edhe sigurisht ato projekte unë po e them me përgjegjësinë shumë madhe. Mandati i parë i zotri Bilal Kasomit ka qenë ekskluzivisht me ato projekte që Bashkimi Demokratik për Integrim i hartoi, i përpiloi, ndau mjete, i siguroi buxhetin dhe më pastaj. Po si bërin kohën e Utarifit lind pyetje. Po kjo është një rregull tash, mbas mbarimit të mandatit, çato projekte që do t'i filloni sot, nesër vjen dikush tjetër dhe i vazhdon. Por nuk kishte qëllimi i kësaj çfarë thash se nuk kishte tendenca për ta diskriminuar një komunë shqiptare. Në asnjë mënyrë. Është ndihmë fuqish.
është ndihmu edhe në mënyra të shumta. Bile, sot është një farforme është decentralizu kjo, vetëm se nga qeveria ndihmojnë komunat. Më thonë, ministrit të ndryshme nuk ndihmojnë projektet të caktuara. Biroja për zhvillim regional kishte mjete të shumta që ne si komunë arritëm shumë projekte të realizojmë. Sot nuk ka mundësi financiare ai drejtorit të ndihmojnë komunat. E shumë institucione tjera. Më thonë, Ministria e Arsimit, Ministria e Pushtetit Lokal, Ministria e Shëndetësisë, e shumë ministrit të tjera përmes thirrjeve kishin buxhetin vetë. Kishin buxhetin e vet që na ndihmojshin, bëshin thirrje të ndryshme për të aplikuar ne si komunë dhe për të realizuar projektet. Sot nuk ekzistojnë ato mundësi. Vetëm nga qeveria ndan përmes atij krediti që siç e përmendëm më herët, do i kushton kjo shumë shtetit edhe që nuk kuptohet se si qytetar. Dhe jemi aty sot ku jemi, ku që po shpresojmë që unë edhe këtu njerë du të ndalmi dhe du të kupton secili përfaqësues sot që ka një përgjegjësi edhe para qytetarëve. Duhet një ditë e më para të ndodhin ndryshimet kushtetuese, se kjo është kërkesë e Bashkimit Evropian, nuk është kërkesë e shqiptarëve. Nuk është kërkesë e shqiptarëve që të futen bullgarët në kushtetutë. Nuk është kërkesë e një partie politike. Kjo është kërkesë e Bashkimit Evropian. Është kërkesë e Brukselit. Kjo duhet të ndodhe përmes asaj që do të përfiton shteti, do të përfitojnë komunat, po është më e rëndësishme, do të përmirësohet jeta e qytetarëve, do ketë ndryshim në të gjitha segmentet, me të vetmin qëllim që jeta e qytetarëve të jetë më e mirë, më e sigurt e kështu me radhë. Zoti Ibrahimi, faleminderit. Ne këtu do të përmbyllim këtë debat. Faleminderit të dyve për prezencën në këtë emision. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit për mësim. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.